Horoskopi ditore shtunë 7 shkurt 2026. Dashi, bëni kujdes në dashuri. Deri në fillim të marsit, mund të keni debate për shkak edhe të ndikimit të xhelozisë. Kjo është periudha e rikuperimit dhe mund të zgjidhen edhe disa mosmarrëveshje. Në punë situata po përmirësohet, sidomos në projektet afatgjata. Demi, kjo është periudha më e mirë në dashuri për ju. Do të keni emocione dhe takime të këndshme. Në punë do të keni disa diskutime, por thjesht flisni qartë dhe qëndroni të vendosur në idetë tuaja. Binjakët, dashuria mund të ketë përmirësime në mes të javës me hyrjen e hënës në shenjën tuaj që vjen me një energji të re. Bëni kujdes në punë. Është mirë të zgjidhni negociata të hapura dhe mos marrëveshje. Gaforia, paqja mendore më në fund thehet në dashuri, por duhet kuptoni se çfarë ndodhi gjatë ditëve të shkuara kur situata ishte e rëndë. Bëni kujdes në punë sepse pritet një situatë e lodhshme dhe diskutueshme. Ju thjesht keni mungesë të energjisë. Luani, bëni kujdes në dashuri. Kjo ditë ka nisur me hënën në anën e kundërt, ndaj shmangni përplasjet në punë, po shkojnë gjërat mirë dhe gjithçka që keni bërë do t'jap fryte në ditët e ardhshme. Birgjëresha, në dashuri, gjërat po ecin mjaft mirë për ju, por mos e humni vigjilencën, shmangni debatet, hëna është e favorshme ndërsa Marsi ri dëshirën. Në punë, ndryshimi duket i mundshëm, por kujdes që të mos thoni asgjë të gabuar. Peshorja, kjo është një ditë tjetër ku diçka nuk është në rregull, por nuk është faji juaj. Kujdes edhe në punë, veçanërisht nëse jeni vetëm, sepse mund të bëni zgjedhje të këqija. Akrepi, jeni të kujdesshëm për shkak të ndikimit të kundërt të hënës. Në punë po vini ide të mira, por është e rëndësishme të zgjidhni kohën e dur për t'i paraqitur ato. Sugjerohet data 11 dhe 17. Shigjetari, ky është një muaj interesant për dashurinë, ideal për të folur për gjëra të nxehta. Në punë do t'ju vinë disa oferta dhe duhet të bëni zgjedhje. Bëni kujdes sepse yjet janë në shenjën tuaj në pozicionin e ri dhe kërkojnë vëmendje në çështjet ligjore. Bricjapi, sot do të përjetoni një ditë shumë të këndshme në dashuri dhe punë. Situata është në drejtimin e duhur, ndaj mos shkaktoni rrëmuj. Ujori, sot është një ditë jo e mirë në romancën tuaj, ndërsa në punë, nëse është e nevojshme të mbani fjalime, prisni deri në 10. Peshqit, fal ndikimit të hënës, beqare do të përjetojnë histori të reja, puna është interesante, propozime të mira do të vinë gjatë rrugës, por kujdes nga konkurenca. Bëni kujdes edhe me shëndetin. Dhimbjet e kokës do të jenë të pandalshme gjatë kësaj dite.